A ka ndonjë sure për më martu thot se ngelen beqar? Allah namaz natë inshallah, namaz natë në agjërim. Çoni falni namaz natë nga 2 orë natë për natë. A doni më martu? Natë për natë namaz natë, bim. Agjërim i ditë po i ditë jo, i ditë po i ditë jo. Duam sejdë, sa herë jeni sejdë. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. O Zot, mos më lër vetëm. Dhe ti je trashëguesi më i mirë. Dua në Zakarias alayhis salam. Edhe uluni me njerëzit. Kur vjen një rast, ullu ngjoje, ullu me të se këto i vjen ca kufi vetes. Duhet ketë shkollë, duhet ketë këtë, duhet ketë këtë, po ti ke shku 38 vjeç e lumnona. Ti kur i ve këto kushte duhet të jesh 18 vjeç. Mund vesh këto kushte. Derisa për 6-7 vjet ta gjesh njëri me këto kushte. Po ti je 38, ala thu shkolla lart. Allah thu tjetë kështu, tjetë ashtu, tjetë 38, edhe 5 vjetë hymë punë, mas 5 vjetës, po bone 23, selam aleikum, aleikum selam. A këpëton të? Për Zotin e madhëllë, vallaj bilaj, për Zotin. Ose ka shku vllai musliman 20 vjeçë dhe thotë, ja se pse me thonë. Kina qep më tjetë, ne kanë i tona më mos tjetë. Po çfarë lidhje ka më burr, ti je 40 o birë. Ti je 40, tu kanë nes gjitha llampat. Ti tani thu mos tjetë kënej, po tjetë anej. Se tjeti çik shumë më nga na i tona më, që na shkoj llafi, po çfarë llafi ty të kanë marrë llafet, ti je 40 vjeç, të falë Zoti. Llafet e tua i ka marrë lumi lanës. Shifër vlla martohu, shif ku ti jetë bile përkundrazi. Sa më larg ti jetë aq më mirë se e jere ti si çdo vetë, e rregullon si çdo vetë. Ej Zoti, madh alhamdulillah. Kështu që këshilla ime është uluni për çdo rast që ju vjen dikush. Ortodoksit, ullu e burr pi kafe me të ullu. Motër, ullu me këtë çunin që po thot babi, ose mami, ose daja, ullu, pi kafe shife. Ndoshta pam zemra që herën e parë, nizet motori edhe krijohet reaksioni kimik. S'ka lidhje fare, ndoshta as si gjë nga këto që ti ke truni vogël. Edhe vllai besimtar, i tha baba për i rast, kështu ka i goc filoni, jo se unë me po ullu më ullu herë. Sa më herët aq më mirë. Se po fillove më u pjek shumë, fillova ndërton pallate në kokë. Kur je i pa pjek mirë dhe je në mosh vrolli dhe gjagu dhe rref gjagu fort, babam, qish herën e parë se ato desht. Bip, hec, tjetri. Për Zotin e madh, sa më shumë kohë të kaloj, aq më keq është. Vallahi bilaj. E çfarë na ka gjetë neve që na martu herët? Vallahi, vetëm se elhamdulillah, mirë më mirë vallahi bilaj. Për Zotin e madh. Kështu që merrni mësim nga ne pleqt, se si del keq.